Enti shtetëror i revizionit ka konstatuar dobësi në planifikimin dhe realizimin e prokurimeve publike brenda Ministrisë për Sistem Politik, periudhë që i referohet mandatit të ish-zëvendës kryeministrit të parë, Artan Grubi. Gjetja e revizorëve shtetëror ka rezultuar se grupi me prokurimet publike ka bërë planifikim jo real. Vlera e dobësisë shkon në 45%. Nga gjithsej 20 kontrata, në 9 prej tyre është evidentuar realizimi i ulët, ndërsa një kontratë nuk është realizuar fare. Në 18 procedurat të zhvilluara janë konstatuar mospërputhje në zbatimin e ligjit për prokurime publike. Sipas revizorëve, parregullsi ka edhe në realizimin e kontratave për shënimin e ngjarjeve të rëndësishme, përkatësisht marrëveshjen e Ohrit. Janë paguar fatura në shumë prej 5.2 milion denar, por atyre nuk është bashkangjitur dokumentacion mbështetës. Nuk është caktuar person për mbikëqyrjen e zbatimit të kontratave, nuk janë nënshkruar nga personi përgjegjës. Parregullsi janë konstatuar edhe te prokurimi i pajisjeve informatike mbi bazën e kontratës së lidhur prej 999.000 denarve, por edhe për këtë prokurim nuk ka specifikime. Gjithashtu për mirëmbajtjen e sistemit të ftohjes dhe ngrohjes, nga kontrata prej 600.000 denarve për 587.000 denar, nuk janë dorëzuar urdhra pune të nënshkruar nga personi autorizuar. Bazë për shkelje dhe shpërdorime sipas tyre përbën edhe tenderimi për larjen e veturave prej 354.000 denar, por që subjekti nuk ka plotësuar shumë kushte nga tenderi i shpallur. Për tejkalimin e gjendjeve të konstatuara, revizioni ka dhënë rekomandime për ndërmarrjen e masave nga institucionet kompetente dhe personat përgjegjës, me qëllim sigurimin e përdorimit transparent dhe të duhur të mjeteve publike.